Njëri nga njerëzit që dikur mbante pozicion të lartë në sistemin e drejtësisë, Zyhdi Haziri është shfaqur publikisht në një proces gjyqësor në të cilin njëri nga palët pretendon se ka manipulime. Ish gjyqtari i apelit dhe ish kryetari i gjykatës së Gjilanit Zyhdi Haziri është shfaqur si pjesëmarrës në publik në procesin ku një afërm i tij po akuzohet për mashtrime ekonomike. Gjykata e Gjilanit po trajton një çështje penale ku Shefik Neziri është i akuzuar për keqpërdorim të autorizimeve ekonomike. Çështja lidhet me procesin e ndarjes së pasurisë në mes të dy partnerëve në biznes, Ismet Sulejmanit dhe Shefik Nezirit. Sulejmani në këtë proces publikisht ka ngritur dyshime për prezencën e ish gjyqtarit Haziri në gjykatore. Në proces verbal në gjykatës, të cilin e ka parë Kallxo.com, Sulejmani ka ngritur pretendime se ish gjykatësi Haziri ka ndikuar në çështjen e tij. Gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor në gjykatore kam vërejtur se prezanton edhe personi i quajtur Zyhdi Haziri, i cili ishte kryetari i gjykatës themelore në Gjilan, ish gjyqtari i apelit në Prishtinë, familjar edhe i Shefikut edhe imi. Ky Zyhdiu prej 2016 kur nuk ka kontaktuar me mua prej kur jam ndarë me Shefikun dhe kërkoj që i njëjti të largohet nga gjykatoria sepse unë konsideroj se i njëjti ka manipuluar këtë proces. Personi që ka ngritur këtë shqetësim, Ismet Sulejmani, publikisht kërkon që prezenca e Hazirit të trajtohet edhe më thellë në këtë rast. Procesi ka ecur me shumë vështirësi, sepse ka pas ndërhyrje nga jashtë. Mu vazhdimisht më ka interesuar që kush pe mëson Shefikun, se Shefiku nuk ka qenë i keq. Unë e kam punuar 22 vjet me ta. Të gjitha analizat, të gjitha interesimet e mia më kanë nxjerrë tek një person që për fat keq është kushëri i Joni Përbashkët, që ka qenë ish kryetar i gjykatës themelore në Gjilan dhe pastaj ish gjyqtari i apelit është Zyhdi Haziri. Prej vitit 2016, kur jemi nda, deri tash 2026, Zyhdia kur mua nuk më ka kontaktuar. E dyta, Zyhdiu dhe Shefiku rrin pothuajse në 24 orë ndajnë një kohë shumë të përbashkët. Jenë parë në takime, në neja, në fotografi. Janë edhe familjar, sigurisht. Janë familjar. Mua më kanë vdekur njerëzit e afër, më pasaj Zyhdiu s'është afruar kur. Unë i kam shtëpit më afër me Zyhdiun, ata janë larg, po janë një rreth e gjys, janë më afër kushëri bashkë, më shumë me të se sa me mua. Pastaj ndoshta ka ndonjë inoti që unë nuk e di. Ose kanë ndonjë interes të përbashkët kundër meje, sepse me 317.000 euro që ma kanë vendosur në start kërkesën për marimor, ata mund më kishin falimentuar. Se ku ja kanë llogaritur edhe vonesat e pakesave, del më shumë se 2 milion euro. Domethënë, unë mendoj që Zyhdiu është hija e procesit. Zyhdiu i ka proponu krejt strukturën dhe krejt në fund, pasi ka dalë në pension, pasi nuk ka më konfliktet të interesave, me 23 prill, ai vjen paturpsisht, ndërkohë që jemi ashtu siç thash më herët kushëri, vjen në kafe që është afër gjykatës, rrin me dy avokatët, pastaj Avokatët e kujt? Me avokatët e Shefikut. Pastaj për habit time, vjen seancë, merr pjesë në publik. Ja, kjo është një dëshmi që ishte në sallë aty. Nuk e kuptoj pse ka ardhur. Për të sqaruar prezencën e Hazirit në gjykatore, Kallxo.com ka kontaktuar të gjitha palët e përfshira. Në rast, vet Haziri ka konfirmuar se ishte në proces duke u arsyetuar se në këtë rast ishte ulur në publik të asaj seance për shkak se po priste një ekspert gjyqësor. Përshëndetje, zotëri Haziri. Përshëndetje. Jam Behar Mustafa, gazetari Kallxo.com. Thirra në lidhje me një ankesë që e kena marrë në Kallxo.com prej Ismet Sulejmanit, edhe ai po pretendon se ju keni qenë prezent me një seancë kur i akuzum aty është Shefik Neziri. Po. Edhe dashta me të pyet cila është arsyeja pse ke qenë aty. Po, ku pasën prit një ekspert, e kështu në e të bade java dhe shajt, po hipe, që për dëgjoj dhe jem dalë mas një ura, s'kom nejtë.
publike, pe kuptoj, po ky proces verbal pas ka thonë se ju keni manipulu me këtë proces prej kohës. Ato kem nevojë mu përgjegjë ma shumë kur qanit. Shka thot ai, mu së më interesojnë as pak. Ajo mendimi tina i lije, shka do në të thot. Po veç e ka thonë në një seancë i nderuar, ju A moj me ju përshëndet gjithë një atë. Shefik Neziri dhe Ismet Sulejmani janë në disa procese gjyqësore për ndarjen e aksionet të kompanive që i kishin në ortakri. Rasti ka përfunduar në një proces penal, pasi Neziri po akuzohet për manipulimin e disa faturave. Akuzat janë mohuar nga ai në proces, ndërsa së fundi në sallën e gjykimit për rast është shfaqur njëri nga njerëzit me influencë në sistemin e drejtësisë, ish kryetari i gjykatës dhe ish gjyqtari i apelit Zëhdi Haziri. Neziri, i cili para seancës kishte pasur takim me ish kryetarin Haziri, nuk ka pranuar të deklarohet për takimin dhe prezencën e Hazirit në procesin e tij. Zotri Neziri, përshëndetje. Përshëndetje. Jam Behar Mustafa, po tras prej kallzo.com. Dashtëm me të intervistu edhe ty, na e kena pranu një ankesë prej Ismet Sulejmanit në lidhje me një proces gjyqësor, njërin prej proceseve që ju e keni, edhe ai po pretendon se Zëhdi Haziri ju ka ndihmu juve në këtë proces, edhe ka qenë i pranishëm në një seancë. Zotni, mos më të përgjithë unë. Gjykimi është publik, mos më të më kohë. Për të sqaruar dhe me tutje situatën, ekipi ynë ka tentuar të marrë edhe një qendrim nga mbrojtësi i Shefikut. Avukati Adem Vokshi, i cili përfaqëson në këtë lëndë, ka pranuar se e ka gjetur Hazirin në kafe duke qëndruar me klientin e tij, por ai nuk konsideron që prezenca e tij mund të jenë ndikim në këtë proces. Zotri Vokshi, përshëndetje. Përshëndetje. Thira në lidhje me një klient tonin, Shefik Neziri, edhe na kena pranu një ankesë prej Ismet Sulejmanit, ai po pretendon se ju para se me hinë një seancë penale atje, keni nejt me ish kryetarin e gjykatës edhe gjyqtarin e apelit, edhe mas ne keni hidhen seancë ku kanë edhe ai. Nuk ka problem që ka të keqe aty që pas ka ndajt unë shkova mu taku me klientin para se me shku në seancë, aty i shkon klienti ullun me atë ish kryetarin e gjykatës. Edhe ishin të pi kape, edhe ne se ule, unë e pive edhe unë i kape dhe prej aty shkom gjykim. Edhe a i hini në salë gjykimi si publik. A e ka arsytu pse po vjen aty ose diçka ngjajshëm? Nuk ka nevoj me arsytu fare, kur gjo, a i ka hi si publik. Edhe, po, kur gjykatë që atje, u që kjo Ismet Sulejmani, edhe kërkoj me përjashtu atë ish kryetarin e gjyqit se a i punjip ka me 2 palet, por i paska raportet e këtë shume me Ismetin, gjykati konstatoj proces ato që po kërkohet përjashtimi tina, edhe për u vendim e refuzoj kërkesën për përjashtim, sepse gjykimi është publik. Procesi për ndarjen e ortakëve ka nisur shumë vite më parë. Paralelisht me lëndën penale ku është faqur ish gjykatës i apelit, biznesmenët janë duke trajtuar edhe disa lëndë të tjera në gjykatën komerciale dhe një çështje përmbarimore, e cila ishte vendosur në gjykatën e Gjilanit, por e cila u rikthye në shqyrtim nga gjykata e apelit për shkelje procedurale. Ky do duhej të dilte përpara drejtësisë dhe me dhënë llogari pse 9 vjet efektive nga 2017, tash që ka filluar 26, nga 2016, ky 9 vjet unë pse mu Shefiku më ka bërsh më shumë se 1.500.000 euro. I ka zvarrit. Seancat për shembull në gjykatën komerciale që jam 1 vjet nuk mohon seancë. 7 muaj, 8 muaj. E thirrin një, edhe kur shkojnë na zgjasin gjyqësore përfundojnë. Gjykatësit dhe prokurorët në Kosovë në momentin e përfundimit të mandatit të tyre kanë të drejtë të ushtrojnë profesionet e lira si avokat apo këshilltar ligjor. Një pjesë e madhe e shkrerëve të drejtësisë janë angazhuar së fundi në mbrojtjen e palëve të ndryshme. Kallzo.com ka raportuar në vazhdimsi për ish kryeprokurorët dhe ish kryetarët e gjykatave që kanë marrë raste senzitive për t'i përfaqësuar në gjykatë si avokat apo këshilltar ligjor.